Rej Manaj ka reaguar përmes rrjeteve sociale për një baner të mbajtur gjatë ndeshjes së Sivasporit në Turqi. Ajo që është natyrale është lindja normale. Nëse nuk ka ndonjë nevojë mjekësore, duhet të preferohet lindja normale dhe jo lindja me prerje cezariane, ishte mesazhi i përcjellë në banerin e mbajtur nga futbollistët para ndeshjes së fundit në kampionat. Jo të gjithë e kanë pritur mirë këtë baner në Turqi. Sigurisht që kritikat vinin nga tifozët vajza që nuk e pëlqyen mesazhin për imponimin e lindjes. Manaj ka reaguar më pas duke thënë se nuk e kishte idenë e mesazhit, mora mesazhe nga shumë vajza dhe ndjekës për pak ditë për shkak të banerit që mbajtëm para ndeshjes dhe nuk e kisha idenë se çfarë ishte e shkruar aty. U kërkoj falje të gjithë vajzave. Trupi dhe zgjedhja juaj. I juaj sinqerisht Rej Manaj, shkruan lojtari i kombëtares shqiptare në Instagram.